Kujtesja e arritshmërisë në vlerësimin tonë nuk dallon shumë në atë dështimin, në administrim nga i maturës. Përkundrazi, vlerësojmë që është i përshkallëzuar si e keqe në formë të shpërdorimeve, kopjimit, manipulimit që ndodhin nga nxënësit, e që na bartë si pasojë për ata nxënës të mirë ose jo të mirë, të cilët në secilin rast na prezantojnë rezultate që nuk janë valide dhe të besueshme. Ajo që na avokojnë tashmë kamoti është që me qenë se dhe karakteri i testit të arritshmërisë është orientues, e shohim si domosdoshme që i njëjtit mos ketë peshë në regjistrim për shkollat mesme të larta, po të ngel në qatë qëllimin e tij të pastër që ka, të orientojnë nxënësit se kush janë ato profile që ata kanë më shumë shkallësi dhe aftësi dhe që t'ju shërbej si një udhërrëfyes i mirë për një përzgjedhje të mirë në karrierë. Struktura e testit, pyetjet për sado që përditësohen në thelb ngelin të njëjta si format, si organizim, si strukturë, dhe si tillë dhe nuk presim ndonjë ndryshim nga vitet paraprake, pra do të kemi rezultatet e njëjta përgjithsisht, një nivel parafërsisht të ngjajshëm të kalueshmërisë, e cila është subjekt pastaj edhe sa rigoroz kanë qenë administruesit në gjatë testimit. Përgjithsisht ajo që është determinuese për nxënësit është numri i pikëve, pra sa më të larta pikët, aq më i lartë probabiliteti për më regjistru në shkollat që ata dëshirojnë. Për këtë arsye bëhet me shumë rëndësi edhe një administrim i mirëfillt të këtij testimit, pasi që me një moment në një testim ose qendër testuese të keq administruar, nxënësit jo të mirë shumë lehtë mund të kthehen me performancë mirë në testim për shkak të keq administrimit. Dhe atje e zëjnë venin në shkollat të mira ose në gjimnaze dhe në tërësi e tjetërsojnë edhe konkurrencën e mirëfillt dhe e zhvlerësojnë atë vlerësimin e brendshëm të notave të mira që në nxënësi ka pas nga shkolla mesme e ulët. Statistikat e sakta nga ky testim për të gjitha komunat i prezanton mashti, divizioni për vlerësim. Ajo që na thrasim është mbi gjitha që mashti vetë të merret me seriozitet dhe ky seriozitet të bartet tek administruesit, tek vëzhguesit, në mënyrë që na garantoj një proces të mirë administruar, që kthehet në meritokraci dhe mbi gjitha në rezultate valide që i shërbejnë të gjithëve.